Përshëndetje shikues të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus. Gjatë muajit prill ishim dëshmitar të një ngjarje dramatike dhe traumatizuese, sigurisht djegja e një kompleksi të rëndësishëm rezidencial në Tiranë. Kjo ngjarje, siç ndodh shpesh, rresolli vëmendjen e mbulimit ulët me sigurim ndaj zjarrit dhe katastrofave të konsumatorëve shqiptar, por solli edhe disa diskutime lidhur me ato që janë po themi garancitë që japin produktet e sigurimit kur bëhet fjalë për ngjarje të tilla. Për të folur rreth këtyre çështjeve kemi të ftuar në podcastin ton zonjën Venera Xhillari, zëvendës drejtore e përgjithshme e kompanisë së sigurimeve Atlantik. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën edhe e vlerësoj shumë në këto momente që jemi akoma në të traumatizuar me të drejtën për ngjarjen që ndodhi. Sa herë që ndodh në një ngjarje madhore, bëhemi sensibël dhe të ndjeshëm për produktet e sigurimit. Në fakt është tipike, na bën përshtypje edhe ne, ndodh një përmbytje, flasim pak më shumë për sigurimet, ndodh një rast zjarri, flasim pak më shumë, po pastaj për fat të keq në kohë duket që kultura e sigurimit nuk ka evoluar shumë, po gjithsesi që publiku të jetë dhe më i qartë. Çfarë mbulimi ofrojnë kontratat e sigurimit nga zjarri dhe katastrofat? Sigurimi i pasurisë për mbrojtje nga zjarri dhe katastrofat është ndër produktet më të rëndësishme të sigurimeve, por për fat keq më të nënvlerësuara në vendin tonë. Për të folur më hapur, janë sigurimet e pasurisë është mbrojtja i një momenti vështirë siç ndodhi me zjarrin që ndodhi në pallatin për javën e kaluar. Pra, është ajo mbrojtje që ti në një moment të caktuar, në një ditë të caktuar, të shkatërrohet jeta, sepse të digjet apartamenti dhe nuk janë vetëm muret, po janë dhe pajisjet. Është investimi i jetës tënde. Dhe prandaj sigurimet kanë atë vlerë. Sigurimet e pasurisë janë kontrata shumë të rëndësishme dhe mbrojnë rreziqet jo vetëm të investimit individual të familjes, por dhe të bizneseve dhe çdo aktiviteti tjetër, nga rreziku i zjarrit, i shpërthimit, i rrufes, nga rreziku i forcave natyrore, se nuk janë vetëm katastrofat. Nuk mund të përfshijmë vetëm fjalë madhe katastrofë, po janë forcat natyrore, që është tërmeti, është përmbytja, janë dëbora, janë stuhit. Pra, ka një fushë shumë të gjerë të mbulimit sigurimet e pasurisë. Cilat janë praktikisht kushtet e përgjithshme ose kushtet bazë të kontratës sigurimit? Çfarë duhet të di i siguruari, sidomos në raport me atë që ka më shumë rëndësi, pra kur ai dëm shpërblehet dhe eventualisht në cilat raste mund të mos dëm shpërblehet, si funksionon produkti? Atëherë, sigurimet e pasurisë janë kontrata, janë marrëveshje me të cilën i siguruari me kompaninë e sigurimit bie dakord. Kontrata e sigurimit kërkon një transparencë nga të dyja palët. Pra, dhe i siguruari ose klienti që kërkon të sigurohet duhet të jap çdo lloj informacioni kompanisë së sigurimit. Kontrata e sigurimit përcaktohet që në fillim kushtet e përgjithshme, pra cilat janë mbulimet, e cilat janë sipas zgjedhjes së klientit dhe sipas pagesës që do të shpenzojë, kush janë limitet e mbulimit në rastin e ndodhjes së një ngjarje, kush janë përjashtimet që përmban kontrata e sigurimit, pjesët e zbritshme. Pra, kontrata e sigurimit si një kontratë juridike është një premtim që nënshkruhet nga dy palët që kompania e sigurimit i bën klientit të siguruarit që në rastin e ndodhjes së një rreziku, është kompania e sigurimit që merr përgjegjësinë për gjithë rrezikun dhe dëm shpërblen financiarisht. Çdo individ duhet të lexojë me kujdes kushtet, sepse aty janë të mirë përcaktuara dhe kur gjërat bëhen transparent dhe kur plotësohet dhe detyrimi për të paguar primin e sigurimit, atëherë e drejta dhe gjithë përgjegjësia ngelet shoqërisë së sigurimit. Dëm shpërblimi lind në momentin kur ndodh një ngjarje sigurimi ose një rrezik sigurimi ose një dëm si mund të quhet, atëherë aktivizohet dëm shpërblimi. Çfarë duhet të bëj i siguruari në rastin e një ngjarje sigurimi, e një ndodhje? Hapi i parë duhet të njoftoj kompaninë e sigurimit.
kompania e sigurimit cakton ekspertët, të cilët mund të jenë inxhinier ose janë të certifikuar, të specializuar për të bërë ekspertizën e dëmit dhe për të bërë vlerësimin, duke harmonizuar me kushtet e kontratës sigurimit për të cilën është dakord, për të cilën është plotësuar me të siguruarin, përgatitet dhe masa e dëmshpërblimit ose vlera e ofruar. Dhe me të rënë dakord me të siguruarin, procedohet me pagesën ose me zëvendësimin ose me rikthimin në gjendjen e mëparshme të pronës së dëmtuar. Pra, procesi i sigurimit përmbyllet kur paguhet dëmshpërblimin në rastin e ndodhjes së një dëmi. Kuptohet që kompanitë e sigurimit kanë interesin që të paguhet sa më shpejt dëmi, sepse është edhe një rimëkëmbje financiare që mund të ndodhi të siguruarit. Dhe është një ndër proceset më domethënëse, sepse dhe vetë kompanitë e sigurimit nuk duan të nuk duan që të zgjatet procesi i pagesës së dëmit në rastet e dëmeve. Qartë. Në rastin konkret, pa disa debate, diskutime, ndoshta edhe keq kuptime lidhur me atë që ndodh në raste kur konkretisht zjarri mund të lidhet me përgjegjësi ndoshta të palëve të treta. Po themi mund të jetë ndërtuesi, mund të jetë një kontraktor, mund të jetë një supervizor. Në mënyrë që publiku të jetë i qartë. Çfarë ndodh në këto raste? Pra, a e gëzon të drejtën e dëmshpërblimit i siguruari pavarësisht se cilat mund të jenë përgjegjësitë për ngjarjen e sigurimit? Atëherë, këtë komente u dëgjuan në fakt, sidomos në mediat online, të cilët u përfolën nga jo ekspert të fushës. Në çdo rast kur i siguruari ka një policë sigurimi, përfiton dëmshpërblimi nga kompania e sigurimit. Pra ka të drejtën, është detyrim ligjor që të shlyejë të paguajë dëmin. Dhe më pas proceset vazhdojnë me shoqërinë e sigurimit. Nëse përgjegjësia është e një ndërtuesi ose në një palë të tretë, është mbasi mbaron faza e parë e pagesës së dëmshpërblimit tek i siguruari, shoqëria e sigurimit vazhdon procedurat e tjera për të rimbursuar dëmin tek shkaktari i dëmit ose për të marrë përgjegjësinë që ka qenë në një palë të tretë. Por në çdo rast i siguruari ka të drejtën e dëmshpërblimit. Pra nuk synohet e drejta për të paguar dëmin. E qartë, po ajo çka ndodh më vonë është një çështje mes kompanisë së sigurimit dhe një që janë pjesë ligjori që i përcakton edhe ligji i Kodit Civil, kështu që është komplet e pastër dhe transparente. E qartë, pra sido që të jetë kjo për të sqaruar që i siguruari do përfitojë dëmshpërblimin. Qytetari është i mbuluar dhe nuk është nder, por është një detyrim ligjor. Pra kompania e sigurimit e ka detyrim të paguajë çdo klient që është i siguruar me policë sigurimi nga zjarri. Procesi i inspektimit në këto raste si funksionon për të kuptuar pak edhe afatet edhe ndoshta edhe burokracitë që janë pjesë e domosdoshme e procesit për të pasur një vlerësim sa më korrekt dhe transparent. E përmenda pak më parë, automatikisht kur ndodh një ngjarje sigurimi, bëhet njoftimi pranë shoqërisë së sigurimit dhe shoqëria e sigurimit dërgon menjëherë në vend ngjarje ekspertët e licencuar. Bëhet një ekspertizë e dëmit, bëhet një rivlerësim i dëmit, kuptohet kur gjithmonë kushtet janë të përcaktuara, pra kur është paguar primi i sigurimit dhe kur kontrata e sigurimit në përputhje me kushtet që ka kontrata e sigurimit. Dhe bëhet vlerësimi i dëmit. Me përcaktimin e vlerësimit të dëmit bëhet oferta që i dërgohet të siguruarit për të rënë dakord për masën e dëmshpërblimit. Me të rënë dakord në përputhje me kushtet dhe afatet e përcaktuara në ligj, kryhet dëmshpërblimi i dëmit. Pra dhe të gjitha afatet janë të përcaktuara. Dhe shoqëria e sigurimit ka dhe interes që të paguajë sa më shpejt dëmin sepse ka shmëkëmbja financiare të siguruarit, kështu që çdo humbje kohe është në dëm edhe të klientit, por edhe kompania e sigurimit është interesuar ta mbylli sa më shpejt dëmin. Për të folur pak më gjerësisht për atë që po thonim edhe në fillim, pra mungesa e një kulture shumë të zhvilluar të sigurimit vullnetar të pronës sipas vlerësimeve
po themi mbështetur mbi numrin e kontratave të sigurimit dhe vlerësime mbi numrin e banesave, jemi diku ndoshta tek niveli 5-6% të mbulimit. Që mund të jetë edhe më i vogël si 5-6%, sepse censusi është i 2021, ndërkohë që kanë kaluar 5 vite edhe është rritur bumi i ndërtimeve, domethënë vitet e fundit ka patur një boom. Përveç faktit që pastaj këtu mund të përfshin edhe kontrata për bizneset edhe gjëra të tjera që mbase në numër nuk janë shumë të mëdha, por gjithsesi domethënë. Eur për qindjen. Pse po vuajmë për të kultivuar një kulturë të mirëfillt të sigurimit vullnetar të pronës? Është një vullnet shumë i ulët. Unë e thash dhe në fillim që ky produkt nënvlerësohet. Nënvlerësohet sepse ne nisem nga motoja nuk më ndodh që mua. Nuk e ndjell të keqen. Dhe çdo ngjarje që ndodh qameti 3 ditë dhe harohet shpejt. Domethënë e keqja u haro ka shumë shpejt. Por ndërkohë që kur ndodhi jemi përpara këtyre fakteve, jemi shumë vonë. Pra, neve jemi ndër vendet më të rrezikuara, më të riskuara. Dhe një moment mund të shkatërrojë jetën. Dhe ti nuk e kupton se sa e rënd është, sepse duke filluar që nga familjarët, shkatërrohet banesa, shkatërrohet jeta. Punon tërë jetën për të ndërtuar një familje, për të ndërtuar një banesë, sepse nuk është vetëm muret, po janë edhe pajisjet, janë edhe mobiljet, janë edhe inventari, plus biznesin që për një ditë mund të shkatërrohet biznesi. Pra, pjesa e kulturës financiare mund të themi që është shumë e ulët. Dhe kjo bën që dhe këtë lloj produkte të konsiderohen si shpenzim. Por është një shpenzim që nuk është luks, por është vërtet ka një kosto, por fundit të bën dhe një jetë më të lumtur, sepse në momentin kur mendojnë që jam e siguruar, çfarëdo që mund ndodhi, bën dhe një diferencë. Ti nuk e fillon nga zero, por ti e fillon përsëri në këmbë, nëse ndodh një fatkeqësi. Kur je i siguruar, pra të jep edhe një qetësim mendore që jam i siguruar çdo që të ndodhi, unë një mbrojtje financiare, një mbështetje të ta kem. Fatkeqësisht niveli ose kultura, ose mendësia, ose trashëgimi që se kemi thënë shpesh, ne vim nga një e kaluar ku shteti del për zot, për çdo gjë, mirë po nuk funksionon më në ekonominë e tregut dhe në sistemin kapitalist që jemi. Duhet të dalësh për zot financave tuaja, duhet të dalësh për zot jetës tënde, kështu që kur të ndodhe keqja është shumë vonë të bësh një polis sigurimi. Sigurimi duhet të jetë një moto, duhet të jetë një kulturë që duhet jetë e vazhdueshme për të patur dhe një jetë të qetë dhe për të qenë i lumtur me veten tënde. Në shumicën e rasteve, në fakt, sigurimet e banesave nga katastrofat janë të lidhura me kredit bankare, pra me pronat e lëna si kolateral, që praktikisht është një zgjedhje detyrueshme për shkak të kushteve të vendosura nga institucioni financiar. Të paktën në këto raste nga praktika juaj, a janë të prirur njerëzit ta sigurojnë pronën për vlerën e plotë apo kufizohen tek ajo vlera që kërkon banka për të mbuluar kredin? Si funksionon? Fatkeqësisht kufizohemi vetëm tek vlera për të cilën banka ka financuar ose ka dhënë kredin. Pavarësisht se mund të themi që është vlerë e vogël, por bankat janë si një motor promovues për sigurimet e pasurisë, sepse rreth 90% e tregut të sigurimeve të banesave mbulohet nga polisat e bankës. Pra, është një farë stabiliteti flasim gjithmonë për pjesën që janë të financuar nga bankat, që merr një kredi për të marrë një shtëpi dhe lihet si kolateral. Pavarësisht banka e bën në funksion të biznesit të vet, bën sigurimin për vlerën për të cilën është financuar dhe kërkon këtë vlerë të jetë e mbrojtur. Ndërkohë që merr një shtëpi që kushton 200.000 euro dhe ke një kredi që mund të jetë 50.000 euro, 100.000 euro, dhe në fund bën sigurimin vetëm për vlerën e kredisë. Por nuk je i mbrojtur. Pra, duhet që sigurimi të bëhet për të gjithë vlerën, sepse po ndodhi e keqja, mund të jetë edhe gjithëpërfshirëse, mund të jetë edhe ekstreme. Kostot e sigurimeve të pasurisë janë të ulta, nuk janë të përballueshme, sepse në momentin që ti ke marrë një kredi për të blerë një shtëpi 200.000 euro, nuk do të rëndoj 200 euro në vit për të bërë sigurimin e pasurisë. Edhe për këtë mirëqenien tënde dhe mendore. Por kufizohemi vetëm tek pjesa e kredisë. Dhe në rast se ndodh një e keqe, pjesa tjetër është e pambuluar. Pra, vetë qytetarët duhet ta kërkojnë që të bëhet sigurimi i plot. Ka dhe raste ekstreme që i mbaron kredia dhe thotë më kthe polisën e sigurimit për pjesën e mbetur sepse unë e mbarova kredin. Pra nuk pranojnë të shtyjnë edhe
ose të përfundoj polica e sigurimit edhe për 5 muaj, sepse ndodh që mund ta paguaj më shpejt kredin. Qoftë dhe me një kosto, domethënë marrin mbrapsht një kosto shumë të ulët se janë për llogaritë e kthimit të primit. Por që deri në këto ekstreme është mentaliteti dhe kultura e ulët financiare. Për të folur dy fjalë në fund edhe për skemën që ka propozuar qeveria për një projekt ligj për sigurimin e detyrueshëm të banesave, ishte një skemë që fillimisht parashikonte mbulim nga tërmetet, pastaj u integruan, u përfshin edhe përmbytjet, kuptohet për ato zona ku mund të ekzistojë një risk përmbytje. Si mendoni që do të ndikoj ngritja e një skeme të sigurimit të detyrueshëm në mbulimin e rreziqeve nga katastrofat? Ndoshta edhe për ato rreziqe që skema e detyrueshme mund të mos i përfshijë ose pritet të mos i përfshijë, po flasim për zjarret. Skema e detyrueshme për sigurimin e që kryesisht e banesave, po duhet zgjeroj edhe për bizneset, konsiderohet një gjë pozitive. Ajo do sjellë zhvillim jo vetëm për tregun e sigurimeve, po do jetë edhe një zhvillim ose një mbrojtje financiare për individin. Pavarësisht se mund të jetë e cunguar dhe pjesërisht, sepse mbulon vetëm katastrofat, dhe ne po shohim që rreziqet më të mëdha kemi nga zjarri është shkatrues, pra duhet të jenë të kombinuara, por do të krijojë një bazë sigurimi ose një mbrojtje financiare edhe në nivel tregu, që në çdo lloj katastrofe të madhe të jetë e përgatitur për përballimin e situatave jo të këndshme financiare, sepse po ndodhen katastrofat e mëdha, ka kostot financiare janë shumë të larta. Kështu që ky sistem sigurimi detyrueshëm do krijojë një bazë të përshtatshme financiare në nivel tregu, tregu do jetë më i zhvilluar dhe mbase do rritet edhe ndërgjegjësimi për zgjerimin e produkteve të sigurimit. Pra ju mendoni që efekti mund të jetë kryesisht pozitiv, ajo polica e detyrueshme kuptohet edhe me një vlerë mbulimi të kufizuar, besojmë nuk është qartësuar, po besojmë do bëhet fjalë për një vlerë të përballueshme. Sepse policat e sigurimit që i bëjnë të detyrueshme dhe që do jenë masive, do jetë e përballueshme nga të gjithë shtresat e individëve. Plus do funksionojë dhe shteti që do marrë parasysh edhe mbulimet sepse mund të jenë familje në nevojë ose subvencionimet, të cilat duhet të jenë pjesë e këtyre skemave. Por do jetë një zhvillim. Pra ju mendoni që mund të jetë një bazë e mirë për të nxitur ndoshta edhe sigurimin ndaj rreziqeve shtesë. Edhe për edukimin financiar që relativisht është i ulët në vendin tonë. Joana Gjellari, faleminderit për pranin tuaj. Faleminderit edhe për ftesën dhe për tema shumë interesante, të cilët duken se janë të thjeshta, duken se janë të përsëritura, mirë po ti e kupton që kur ndodh një fatkeqësi, pasiguria është shumë e madhe dhe presioni, sepse kemi ndjerë dhe këto ditë që ka kërkesa për të bërë sigurime, po kur ndodh e keqja je vonë të bësh polisigurimi. Pra duhet të mendosh paraprakisht për çdo lloj situate jo të favorshme. Dhe siç e thash edhe në fillim, është më mirë të rifillosh në këmbë se ta fillosh nga zeroja. Është një thënie shumë e bukur që duhet të mendoj më gjerë për të ardhmen dhe edhe për mbrojtjen financiare. Faleminderit. Faleminderit dhe ju.